Një argjendari në zonën e Paskuqanit u bë objekti një grabitjeje të armatosur në mes të ditës, duke krijuar panik mes punonjësve dhe banorëve të zonës. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:50 të së mërkurës, kur dy persona ende të pa identifikuar hynë në ambientet e biznesit dhe nën kërcënimin e një armëzjarri detyruan punonjësen tu dorëzonte bishut e ri. Sipas informacioneve paraprake, autorët ishin të armatosur me një armë automatike, të dyshuar Kalashnikov dhe lëviznin me një motor pa targa. Pasi morën një sasi bijuterish, ata u larguan me shpejtësi në drejtim të zonës së Institutit Bujqësor në Kamëz, duke humbur gjurmët përpara mbërritjes së forcave të policisë. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë mbërritën në vendngjarje, siguruan perimetrin dhe nisën veprimet e para hetimore. Në disa akse rrugore u ngritën pika kontrolli, ndërsa patrullat të shumta u angazhuan në kërkimin e autorëve dhe kontrollin e zonave ku dyshohet se mund të jenë larguar. Grupi hetimor po administron të gjitha provat e gjetura në vendngjarje. Hetuesit kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së argjendarisë dhe bizneseve përreth, ndërsa po verifikojnë edhe itinerarin që autorët kanë ndjekur para dhe pas grabitjes, me synim identifikimin e tyre sa më të shpejt. Policia po ashtu mblodhi dëshmitë e personave që ndodheshin pranë argjendarisë në momentin e grabitjes, ndërsa çdo informacion i siguruar pritet të ndihmojë në zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes.